Një zhurmë e përditshme këtu në tregun e Gjelbërt. Malli sapo ka ardhur. Nazmi Murati çdo ditë nis rrugtimin e tij herët në mëngjes, nga Hasanbeku drejt tregut të Gjelbërt. Ai për çdo ditë duke filluar nga ora 9 e mëngjesit e deri në orën 5 në mbrëmje, është i gatshëm për të ofruar mallin e tij. Nazmi Murati, në Singjeliq, në Hasanbeka. Prej Hasanbekut, a vjen çdo ditë këtu në... Çdo ditë bëjmë me kerrën, këto kanë herë me autobus, kur s'kam mall me prunë të kam, bëjmë me autobus. Unë shes që 30 vetë grosh edhe oris, di artikla, ma shumë jo. The që 30 vite je këtu, na trego pak se si shkojnë punët, si keni filluar prej atëherë tash? Atëherë o konën ma mirë, ka pas shitje ma mirë, s'ka pasën buxheti ma i madha konë ma i mirë, që ta i ma fukarallik ka ardhen, nuk ka pare, nuk ka sen. Qishtë thomë, bërtaj është ma i dobet. Levizja ma i dobet, po. Qa ja, unë që 30 vetë jem që taj, kimi ka një dare sa për shpivit, s'ka më shumë. A është mjaftueshëm mendon të shisni këtu në treg, mundi këto gjërat, pastaj a keni llogari në fundi? Mirë, një dare del, për shpi, për harxhime, ta ma një le dalin. Për me da dishka dhe një pare monës, s'ka shanse. Shanse s'ka. A keni prej atyve të themi myshtërive që zakonisht vinte ju njohin dhe gjithmonë drejton tek ju? Që 30 vetë shka përne këto, në mushtërit e maj nuk ikin. As nuk i rej, edhe atë kvalitet e maj nash groshen, nash orizin, edhe vajnë gjithë herë të unë. Ato që vinë për të blera, ankohen për çmime ndonjëherë për rritje çmimeve? Po, ankohen, se i hipin çmimet ka njëherë, mu s'ka njeri shka banë. Prej sa ora vini zakonisht për të hapur tezgën tu? La unë e pinë 9, 8 e gjisë, ashtu vejnë të erin 5 e gjimës, qëto rrimë pasar. Çdo ditë e keni këtë rutinë? Çdo ditë, sikur me konë punë shtetit, qëta. Po për kushtet këtu në përgjithësi, si janë kushtet këtu në treg? Kushtet të konë për para pazari shumë i dopt. Kur bike shi, na baj ke viran me malë me kretë. Qëtajnë e kanë rregullu mirë, tezga ti pagujnë pak ma shtrejt, unë i pagjuj 4 tezga, 22 dinari japë mujtë. Punova, s'punova, unë që të jepë. Ka shitje, nuk ka pa shumë për ta. E a ishka s'ka, me jeshin lek, ajo shumë maran, shumë ma dopt edhe ma keqë. Po unë që 30 vetë s'kam ku shkoj që ta i mu. I kam bo 30 vetë tonë edhe sa të mlonë, në kam mendorë, që të kam me punu. Po fëmijët, a keni fëmija mendon ato, ç'është ju duket puna e tregut atyve? Po ato s'vinë pazar, s'kan shanca për pazar nuk vinë ato me ardhën. Ato këshirin do një punë shteti, ma letë se kjo punë aranost, me thas, me probleme, me bajtme, me këtë. Tregtarët shprehin shpresën për një sezon me më shumë stabilitet dhe kushte më të mira për to.